Faleminderit. Përshëndetje, sapo përmbyllëm një mbledhje koordinimi në Komitetin e Emergjencave të Florës, në drejtimin e prefektit zyrtar të pasurisë dhe në prezencën e forcave të armatosura dhe të emergjencave civile. Kemi bërë planin e masave, sidomos për tre fshatrat kryesorë që kanë rrezikshmëri të lartë në këtë moment në Derdhjen e Vjosës, Fitore, Vishan dhe Novosel, dhe së bashku me kryepreq dhe institucionet qendrore dhe autoritet rajonale kemi rakorduar skuadrat që duhet të dislokohen në terren minier, qoftë nga pikpamja e ofrimit të shërbimeve parësore, shërbimeve shëndetësore, si mundër dhe mjetet ekskavator fadroma që janë dislokuar në terren për të frenuar për aq sa mundemi në këto momente, siç e dini, kotat maksimale janë arritur të Vjosës në këto momente dhe na duhet patjetër që të sigurojmë mbarvajtjen dhe të ofrojmë të gjithë mbështetjen e nevojshme për banorët e zonës, siç e kemi bërë gjatë kësaj periudhe. Çfarë pritet në orë? Presim rritje të niveleve të ujrave, presim të vijojmë operacionin nisur në orët e para të mëngjesit për evakuimin e baktive. 200 krerë në një ferm janë evakuuar, po e bëjmë këtë në të dyja anët e Vjosës edhe nga zona e Fierit dhe do dislokohemi me forcat armatosura për mjete kalishmërie të lartë, policia është gatishmëri, shërbimet shëndetësore të bëjnë qarkullimin për në banesat e tre fshatrave që preken, siç e thash kryesisht. Dhe jemi në gatishmëri. Nga ana tjetër, shohim që shërbimet kryesore, qofshin këto të energjisë elektrike, të ujit, janë po ashtu në kushte optimale dhe nuk kemi ndërprerje të natyrave shqetësuese për momentin, pavarësisht se kotat e larta shpeshherë krijojnë ndërprerje energjie, stakime për efekt të sigurisë. Kemi evakuuar për momentin 13 familje, nuk kemi proceduar me evakuime të mëtejshme për momentin, do ta japim urdhrin në momentin që shohim që ujrat kanë rrezik të depërtojnë përtej argjinaturave. Argjinaturat kanë mbajtur për momentin që nga ana e Fierit, që nga ana e Vlorës, janë bërë përforcime, ju e dini shumë mirë, edhe gjatë muajit nëntor. Kanalet janë pastruar vazhdimisht, bashkia ka bërë një punë në terren që realisht është për të laboruar dhe jemi në kushte ku mund të menaxhojmë dhe të administrojmë këtë situatë. Zoti Ministër, nëse themi që jemi aktualisht në kotat maksimale, por në orë ndihmë ne presim ende rritje. Nuk do ishte e udhës që këto familje të faktë Fitoria, Mifoli, Fishani të largohen që dhe ishin alertë të ishin larguar? Janë të alertuar banorët, i kemi alertuar që mbrëm, që mund të jenë në gjendje që të detyrojmë të evakuojmë, jemi pranë tyre, janë mjetet pranë banesave dhe në këtë mënyrë do reagojmë shumë shpejt. Pra, urdhri i evakuimit e konsideroj të dhënë. Kemi akomoduar banorë në konviktet e qytetit, kemi gatishmëri të shprehur edhe nga hotelet në rast se duhet të evakuojmë më shumë banorë. Jeta është përparësia jonë tani dhe infrastruktura kritike për të krijuar dhe vazhdimsinë e shërbimeve publike.